Tani do të kemi një lidhje direkte me një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara të futbollit shqiptar, kapitenin e kombëtarës shqiptare i cili njihet për shpirtin luftarak dhe leadershipin me karrierën e tij të suksesshme edhe në Gjermani, Altin Lala. Lala, të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën që po na kushton. Përshëndetje dhe juve dhe faleminderit edhe për ftesën. Lala, jemi përpara një sfide shumë të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme në këto vite, një play-off historik për sa i përket ndoshta një kualifikimi të mundshëm në një botëror. Ti ke luajtur disa herë me kombëtaren kuqezi përballë Polonisë dhe do doja ta nisnim më një herë se si të duket skuadra përpara kësaj sfide, si ke ndjekur pak edhe çunat. Patjetër është një ndeshje më domethënëse të historisë kombëtares, pra që më tepër që këtë ëndër e kemi pasur gjithmonë të kualifikohemi në një kampionat botëror. Kjo ëndër vazhdon edhe tash është ndeshja e Polonisë, ndeshja e radhës që është ndeshje shumë e vështirë, por unë e shoh prapë me optimizëm dhe besoj gjithë grupi të jetë i gatshëm, i fokusuar dhe gjithë si një skuadër të funksionojmë dhe të marrim një fitore dhe kemi prap shansin e dytë me ndeshjen e fundit që do i binte një ndër ose Suedia ose Ukraina. Kështu që shpresojmë shanset janë aty dhe natyrisht komplet opinioni i ka syt me kombëtarja. Jo më brenda Shqipërisë, po gjithë botën e mirëpresin këtë sfidë. Dhe ndeshje shumë e vështirë, patjetër që do të jetë vështirë, por unë kam një ndjenjë pozitive që mund t'ja dalim. Nuk dua të kthej shumë në kohën kur ti ke luajtur, por edhe vetë trajneri i Polonisë Urban ka thënë që ka ndryshuar shumë futbolli nga koha kur realisht keni luajtur, se pak a shumë të njëjtën kohë keni qenë dhe ka qenë ndoshta më e vështirë atëherë kualifikimi, por gjërat kanë ndryshuar. Është dhe Polonia më ndryshe tani si kundërshtar, si ekip kundërshtar, është më pak e fortë apo si mund ta Patjetër tash edhe kampionati botëror ka më tepër skuadra. Tash është ndonë se po aq e vështirë, por edhe pak më e lehtë se ke mundësi të ndryshme për të kualifikuar. Kështu që edhe sistemi ka ndryshuar, por mentaliteti ngjelet plus minus i njëjtë. Polakët janë, po themi, shkollë e vjetër e lindjes, paga shumë edhe në qasje dhe unë mendoj është një futboll atletik. Kanë dhe ata lojtarë shumë cilësor brenda skuadrës tyre që luajnë me të vërtet me skuadra të mëdha në Europë, por prap ajo qasja e përbashkët mentaliteti ndonjëherë jep edhe ndryshime në lojën e secilit, siç e kemi pas, po themi ne, ose dhe polakët. Ata janë faktikisht edhe me informacionet e mia, bilës para disa ditëve fola me një shok timi që është polak, ka luajtur këtu me mua në Hanover, dhe këtë pyetje ja bërë edhe unë. Sa më tepër që ne të mbajmë rezultatin 0-0, aq më tepër do jenë dhe tifozat e tyre do bëjnë kritik në skuadrën e tyre. Janë shumë kritik ndaj kombëtarës, kështu që natyrisht ne na quajnë, po themi, si një skuadër e vogël dhe pritshmëria e tyre është shumë e madhe, kështu që këtë gjë do ta shfrytëzojmë për të mirën tonë, që do të thotë që të mos t'i lejmë ata të afrojnë afër portës, t'i mbajmë larg portës dhe të jemi, po themi, të fokusuar, që mos t'i lejmë hapësira absolutisht që të kombinojnë në zonën e 16-qes, sepse aty është Lewandowski, një lojtar shumë i rrezikshëm, pavarësisht se është në moshë, nuk është më lojtar i shpejt, do të thoja, që të jetë një triplus i fort, po themi, nëse ka topin 30 metra para portës tonë, por në zonë ne do të kemi shumë kujdes, aty mos i lejmë hapësira. Besoj që edhe ne kemi lojtar me eksperiencë, Gjimshiti, i cili na stabilizon dhe mbrojtjen. Nuk e di tash çfarë formacioni do vendosi trajneri, por nëse ne repartet mes njëra tjetrës i mbajmë afër dhe vrapojmë më shumë se kundërshtari, fitojmë ato dy luftime, unë mendoj që gjatë lojës do kemi shanset tona të shënojmë. Teksa Lala thej, kemi të gjitha parametrat fizikisht me lojtarët tanë të cilët janë dhe në formë për t'i bërë jo vetëm ballë kundërshtarit, por edhe më shumë. Si duhet të futen lojtarët përpara kësaj sfide ose në fushë me përqendrimin apo fokusin, moralin, gjithçka ti mban mend si ndiheshit apo si përgatiteshit për të qenë të qetë përpara këtyre sfidave që ka dhe presion, duke qenë se duhet, është finale. Patjetër.
është një pyetje shumë e vënd, sepse gjithë ky presion që vjen edhe nga jashtë, nga brenda, lojtarët kanë me vërtet presion. Detyra e trajnerit edhe drejtuesve, po themi, trajnerëve të dytë është që dhe t'i mbajnë edhe lojtarët, po themi, në një farë, po themi, fokusi, por jo me mbi ngarku, po themi, nga ana emocionale, se është me vërtet një ndeshje shumë domethënëse. Por, nga ana tjetër, mendoj që ne prap jemi, po themi, Polonia është lunë shpinë e vetë, Polonia është skuadra që ka më tepër presion se sa ne dhe këtë gjë këtë kartë du ta luajmë për veten tonë ta shfrytëzojmë dhe që presionin, po themi, t'ia lejmë Polonisë, ne vetëm do të kemi fokus, do të merremi vesh shumë mirë me njëri tjetrin, do të kemi, po themi, t'jemi shumë sinkron nëpërmes reparteve, që mos ketë hapësira. Kjo është tema kryesore, se pastaj Polonia nuk i ka cilësi, po nuk i ka ato cilësi, po themi, nëse ne jemi në grup bashkë dhe nuk lejmë hapësira, nuk është edhe aq, po themi, kombëtare, po themi, krahasim si Spanja ose këto nacionet, Anglia, që me vërtet atyre është shumë e vështirë ti përballosh. Kurse Polonia, për mendimin tim, nëse ne arrim qëllimit këto distancat i mbajmë ngushtë mes njëri tjetrit, reparteve, shoku ta ndihmojmë, atëherë do kemi shanset tona ndoshta edhe nga standardet ose ndaj kundrasulm që marrin fitoret. Teksa nuk ka shumë ndryshime përsa i përket skuadrave, nuk jemi më pak të favorizuar në këtë rast. A mendon se është dhe ekipi momenti Shqipërisë për të patur tashmë një kualifikim tjetër, 2 europian dhe mund të provojmë edhe një botëror? Patjetër, me të vërtet, unë i kam përjetuar të 2 europianët për fat mirë, sepse në vërtet ka qenë... Të kishe në shtëpinë tënde, do të thënë në Gjermani. Aq më tepër, edhe me fjalë të kesh një impakt kaq të madh futbollit, bashkë gjithë shqiptarët, se ne e kemi këtë defekt që shpeshherë, ose po themi edhe në politikë, ose jemi të ndarë në thonjza. Tashti, ky është shekulli jonë, që kemi arrit dhe 2 në kampionat evropian, të arrisim edhe në kampionat botëror dhe të bëjmë po ashtu bashkë, dhe kjo na bën krenar gjithve, dhe për këtë gjë mendoj edhe djemtë që janë fush, janë të sinqertë që kjo është diçka jashtëzakonisht e madhe dhe kombëtarja aty luajnë, po themi, lojtarë për krenari, për vendin e tyre, për njerëzit, dhe kjo i bën dhe ata më krenar, kështu që është një ndjesi shumë e mirë nga të gjitha anët. Kështu që ka ardhur koha patjetër që edhe ne të kualifikohemi, e kemi këtë shans. Tashti është pavarësisht janë 2 lojë të vështira, por nëse kalojmë Polonin, pastaj kemi një shans tjetër. Sepse mbas Polonis, në rast kalimi, kemi një tjetër finale, por që jemi totalisht të përqendruar dhe sigurisht vetëm për këtë sfidë, po flasim edhe ne si të jashtëm, jo më ata që duhet të jemi të përqendruar totalisht. Mirë, Lala, nuk të pyes shumë për sa i përket lojtarëve me emër, apo këtë do doje ti të vendosi, sepse sigurisht nuk të vet dot në siklet, por nëse do ta mbajmë barazimin, apo duke mos i lejuar të shënojnë gol, apo si duhet të luajmë në këtë sfidë që t'ja dalim dhe të fitojmë? Mendimi im, e thash, mbrojtja duhet të jetë e ngretur pak larg, po themi ke pjesa e mesme, do thotë rreth 30 metra larg portës tonë, dhe pastaj deri ke mesi fushës, si ngushtojmë ato distanca, kështu që edhe kundërshtari mos ketë hapësira, po themi, të luajnë thellësi, dhe nga aty t'i krijojmë, po themi, presion kundërshtarit që mos t'i afrohen portës tonë, dhe të shfrytëzojmë 2 luftimet, pastaj me lojtar të shpejt, në varet çfarë formacioni do zgjedhë trajneri, do luaj Ozuni në maj, do luaj Broja, ose këto janë 2 alternativat fatikisht, pastaj kemi Bajramin, Hoxhën, që janë edhe ata, po themi, lojtar, pavarësisht se Bajrami është më tepër, nuk është lojtar krau tipik, por edhe këtë gjë ka bërë, kështu që jam kurioztar dhe çfarë do vendosi trajneri. Mirë, mes fusha ku ti ke luajtur vazhdon të jetë një repart i konsoliduar dhe shumë i mirë përsa i përket ndeshjeve që ka zhvilluar kombëtarja, ke parë në një lojtar me tipik të fiziku tëndë, më thënë të karakteristikave të tua?
Po, Aslani është një lojtar krejt ndryshe që është, po themi, një lojtar organizator, e luan shumë mirë topin. Paka shumë i ngjashëm ka qenë Abrashi ose Ramadani, paka shumë kemi ato ngjasit tona, si më thënë, ke pozicioni që është tipik. Vrapin, shumë vrap. Dy luftimet, pasimet, vrapin dhe ta sakrifikohesh për skuadrën, kështu që këto janë ato lojtarë, po dhe Laçi është një lojtar që vrapon jashtëzakonisht shumë. Mendoj që Laçi dhe Aslani do jenë në formacion, pastaj mes Sheut dhe Ramadanit nuk e di çfarë do vendosi trajneri, por mendoj nga këto të katërt, 3 do luajnë mes fush. E thash për fillimi që gjithmonë je njohur për shpirtin luftarak dhe sigurisht leadershipin, ish kapiteni kombëtare si një ish kapiten, por edhe të njihemi pak me filozofin, çfarë i thot kapiteni para këtyre sfidave, sa rol luan? Tashi, unë mendoj që është nga me tip edhe puna kapitenit, dikush fol më shumë, dikush më pak, por përgjegjësia e kapitenit është pra, po themi, ti bashkoj lojtarët bashkë dhe ti dhe shembull me, po themi, me sjelljen e tij brenda fushës dhe jashtë fushës. Kjo është pjesë e kapitenit, është pjesë dhe ti bëj lojtarët bashkë, lojtarët e ri, ti japin kuraje lojtarëve të ri, kurse të tjerë për shkakun që janë të konsoliduar, thjesht me mbajt grupin, kjo është pjesa e kapitenit fatikisht, po edhe trajnerët më tepër se sa kapiteni, kështu që ai që është kapiten natyrisht do t'japi shembull me vetë dhe t'japi të lidhë zemrën në fushë. Në gjuhën sportive. Mirë, Lala, dhe në fund një parashikim, i kam pyetur të gjithë dhe të ftuar në studio, por edhe në lidhje direkte, tani nuk e dua kështu që do dalim me këtë rezultat, por do e përmbledhim në fund. Një rezultat i ngushtë do më pëlqente 0-1, do të 1-0 për ne. Mjafton. Mjafton ose dhe në fund fare dhe me penalti, dhe kjo do ishte diçka. Po, shumë këtë më kanë thënë, këtë përgjigje kanë thënë shumë. E rëndësishme është ta kalojmë, natyrisht brenda 90 minutave do ishte absolut më mirë, sepse pastaj do kishte edhe një lojë të dytë, dhe po mendoj që në këtë fazë të sezonit ose në mars, ku janë dhe lojtarët kanë akoma, po themi, janë atë fuqitë e tyre që i përballojnë edhe 120 minuta, kështu që shpresoj që ta kalojmë. Lala, të falenderoj shumë për gjithë analizën që i bëre apo pritshmëritë që ke për sa i përket ndeshjes dhe kombëtares Kuqezi. Të falenderoj edhe një herë për kohën tënde. Faleminderit edhe juve. Mirëpafshim.